jo të gjithë personat, jo gjithë njerëzit. Kush janë personat më të predispozuar për të zhvilluar alergji? Për të zhvilluar një alergji të caktuar, duhet ana gjenetike, pra predispozita familjare, dhe gjithë ne alergologët pyesim personi i cili ka shqetësim alergjike që keni pasur alergji në familje, prindit e tuaj kanë vuajtur nga alergjia, ose të afërmit të tjerë siç janë kushërit e parë, vëllezërit, motrat, sigurisht breznia e parë, pastaj kushërit apo njerëz edhe më të largët. Për të përcaktuar një predispozitë familjare, pra është ana gjenetike. Pra ka një komponent gjenetik. Komponent gjenetik i cili mban, domethënë predispozitën, pra ka peshën jo kryesore, do të thosha, po gati gjysmën, 50% e mban komponenti gjenetik. Nëse dy prindër janë alergjik, atëherë mbi 50% të rasteve, nëse të dy prindit janë alergjik, njëri ka një alergji të caktuar, tjetri një tjetër, qoftë edhe një grade të lehtë, atëherë edhe fëmia mund të ketë mbi 50% shanse për të dhënë një alergji të caktuar. Nëse është një prind alergjik, kemi 25 deri në 30% shanse për të qenë edhe fëmia alergjik. Por në pjesën më të madhe në studimet që bëhen tani, ne shikojmë që alergjia shprehet apo shfaqet tek njerëzit të cilët nuk kanë predispozitë familjare. Pra, tregon që faktorët e mjedisit janë ato që vendosin për sjelljen apo për problematikat alergjike që një njeri gjatë jetës mund të shfaqë. Pra, në gjithë rastet ne shikojmë faktorin gjenetik dhe faktorin ambiental, të cilët ndërthuren bashkë dhe bëhen të përshtatshëm për të na dhënë një sëmundje alergjike.